E kemi thonë edhe ne sot në studio. Po. A i kujdesi që ka mungu. Është vështirë me depërtu një mashtim i tillë kur gjithë procedura zhvillohet përmes kabinetit. Dhe nëse është zhvillu përmes kabinetit apo ministrisë të jashtme, atëherë përgjegjësia është evidente, dihen personat që e kanë bërë. Mirë, për temën tjetër që e kemi paralajmëruar, pra me ciklin e vrasjeve, do t'i lexoj se çka ka ndodhur, pra vetëm me 23 mars, Vushtriu vra me armë zjarri Ardit Zymberi, 19 vjeçar nga një bashkëmashatar i tij, Blandi Brani. Një ditë më vonë, po ashtu në Vushtri, në fshatin Stanoc, Arsim Morina, 58 vjeçar, pronari një fure, vrau ish punëtoren e tij, 42 vjeçare, Nezmia Radini, dhe më pas bëri edhe vetvrasje. Një ditë më vonë, mbrëm, në Prishtinë u vra Naser Gashi, 62 vjeçar, nga i dyshuari Alban Gashi, i cili ndodhet ende në Arati, derisa ka mbetur i plagosur edhe Miftari. Po filloj me ju, avokat, çka po shoh një cikël, fillimisht në një qytet caktuar në një komunë të Kosovës, vazhdoi edhe në Prishtinë, sa duhet shqetësuar, apo shohin fenomen, trend, çka na tregon kjo? Ndërkohë para pak çastësh ka vdek ky Grabici, serb. Ndodhi rasti te Albi Mall, do të thonë ka vdek në Cirkukë. Që ishte rasti para një jave i tentim plashkitjes. Po, grabitje, tentim grabitje. Shikoni, nuk është çështja që më shiku si fenomen, apo si diçka që nuk ka ndodhur më herët, apo si diçka që është tepër shqetësuese. Thjesht ndodhin edhe në vende tjera, mirë, po ajo çka mu po më lën përshtypje që njerëzit po janë të gatshëm me dhënë opinione individuale, mendime, vetëm 30 minuta pas ngjarjes. Për shembull, ky rasti në Vushtri ka ndodhur diku në ora 14:30, edhe me njerë kemi pas lidhje live të kuazi ekspertëve të natyrave ndryshme, duke i komentuar në emisione live të pasditës ngjarjes se si ka mujt me orë të tjera. Kjo po mbrengos se si janë njerëzit gatshëm me hy në komentim alla muhabeti për çështje të cilat fare nuk i njohin. Ende pa mri policia në vend ngjarjes. Për jetë e vdekje. Po, ende pa mri policia në vend ngjarjes, ende pa u sharru rrethonat e çështjeve, njerëzit japin opinionin publik se pse vjen kjo, apo pse vjen ajo, apo pse e të jo. Shikoni, to janë arsye personale. Domthonë, është shqetësuese, është brengosëse, sidomos ky rast i fundit në Prishtinë, futja me mask me një vend ku ka pas ma shumë njerëz në lokal alla të Amerikës Latine, gjuajtja me armë të mirë, po edhe aty duhet me qenë të kujdesshëm, sepse unë kam informata mbi ngjarjen, sepse çka ndodhi aty sipas informatave që keni? Unë kam informata që ende nuk duhet me ungut me diskutu, apo me fajsu dikan, apo me shfajsu dikan, sepse ende nuk dije se sa armë janë përdor, prej kujt janë përdor. Dihet ende sa armë janë. Unë mendoj që ende prej ku janë përdor. Sigurisht që policia e din, edhe ata që kanë shku në vend ngjarjes, ata e din se çfarë gëzhoja kanë gjetë, çfarë kalibrave kanë gjetë, e përdorur më shumë se një armë të jë, mirë, por ne për mi komentu këto pa pas qasje brenda, për me ditë se kush i ka përdor, sa janë përdor, apo çfarë janë përdorur të jë, mendoj që është shumë herët